Partia Socialiste i është drejtuar Komisionit Qendror të Zgjedhjeve me një kërkesë për shtyrje të orarit të mbylljes së disa qendrave të votimit në qarkun e Vlorës deri në orën 22:00. Kjo kërkesë vjen si pasojë e aktivitetit sportiv ndërkombëtar Giro d'Italia e si pasojë bllokimi akseve kryesore për më shumë se 4 orë do të ndikojë në aksesueshmërinë e 55 qendrave të votimit. Bashkia e Vlorës na ka vendosur në dispozicion një listë të detajuar të akseve rrugore që do të bllokohen dhe qendrave të votimit, të cilat do të afektohen nga ky bllokim, të cilin mund ta gjeni bashkëlidhur kësaj shkrese, bazuar në këtë informacion dhe duke vlerësuar se lëvizja e qytetarëve drejt këtyre qendrave mund të jetë e vështirë apo e pamundur për një pjesë të ditës, kërkojmë që për të gjitha këto qendra të shtyhet orari i votimit deri në orën 22:00. Vlerësojmë se kjo shtyrje e orarit është e domosdoshme për të garantuar ushtrimin e së drejtës kushtetuese për të votuar dhe për të siguruar një proces zgjedhor të papenguar, ku çdo qytetar të ketë mundësi për të ushtruar të drejtën e tij për të zgjedhur, thekson Partia Socialiste në shkresën dërguar Komisionit Qendror të Zgjedhjeve.